prapë ka atë cilësi ose pozitën e të përfaqësuesit special të presidentit Trump për kriza të ndryshme. Pra është pak më e përgjithshme dhe duket se është më fokusuar në pjesë tjera të kontinentit, po edhe për te kontinentit. Prandaj nuk pres që me pas ndoshta një involvim të tillë sikurse në vitin 2020. Paçka se involvimi i tij veçanërisht përmes rrjeteve sociale dhe në deklarime publike ka qenë evident qysh prej kohës së fushatës, ashtu siç e përmend edhe ju, pra zoti Grenell ka avoku vazhdimisht që të mos votohet zoti Kurti dhe Partia Vetëvendosje ka çu sinjale të drejtë për drejta, madje shumë eksplicite që nuk i shohin zotin Kurti dhe lëvizjen Vetëvendosje si partner të besueshëm të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë këto janë qëndrime vetëm të zotit Grenell, por nuk kemi pa qëndrime të tilla të administratës së zotit Trump, të sekretarit Rubio ose të njerëzve të tjerë të afërt me zotin Trump dhe deri në këtë moment më shumë kjo mbetet ndoshta më shumë qëndrim, kisha me thonë personali i zotit Grenell sa qëndrim i çfarëdo forme i ndonjë prej institucioneve të Shteteve të Bashkuara.